Në këtë moment, ndërsa ju lexoni këto fjalë, një sond e madhësisë së një makine po udhëton nëpër hapësirën në një shpejtësi prej 150.000 km/h. Emri i saj është Juno. Dhe ajo sapo ka dërguar diçka që ka bërë që shkencëtarët e NASA-s të heshtin për disa minuta të plota. Jo sepse nuk kishin çfarë të thonin, por sepse ajo që pan në ekranet e tyre ishte kaq e çuditshme sa që askush nuk dinte se si ta shpjegonte. Brenda Jupiterit, në thellësi që asnjë sy njerëzor nuk ka parë kurrë, ekziston diçka që nuk duhet të ekzistojë. Diçka që kundërshton çdo model që kemi ndërtuar për planetet gjigande. Dhe kjo nuk është vetëm një kuriozitet shkencor. Kjo është një çarje në vetë themelet e asaj që menduam se e kuptonim për sistemin ton diellor. Jupiteri është planeti më i madh në sistemin ton. Masa e tij është 2 herë e gjithë masës së të gjithë planetëve të tjerë të mbledhur së bashku. Por madhësia nuk është ajo që e bën atë të veçantë. Është ajo që fshihet në brendësi të tij. Për dekada, shkencëtarët kanë menduar se e dinin çfarë ka brenda. Një bërtham e vogël e ngurtë e rrethuar nga shtresa të pafundme hidrogjeni dhe heliumi. E thjeshtë, e parashikueshme, e sigurt. Por në vitin 2016, kur Juno hyri në orbitën e Jupiterit, gjithçka ndryshoi. Instrumentet e sondës filluan të regjistronin anomali gravitacionale. Zona ku graviteti ishte më i fortë se sa duhej të ishte. Zona ku diçka e rëndë, diçka masive, po tërhiqte sondën në mënyra që modelet tona nuk mund t'i parashikonin. Scott Bolton, shkencëtari kryesor i misionit Juno në Institutin Perëndimor të Kërkimeve në San Antonio, e përshkroi atë moment si një nga më të çuditshmet në karrierën e tij. Ekipi i tij kishte kaluar vite duke ndërtuar modele të brendshme të Jupiterit. Kishin përdorur të gjitha të dhënat nga misionet të mëparshme. Kishin testuar çdo skenar të mundshëm. Por kur të dhënat e para nga Juno filluan të mbërrinin, asgjë nuk përputhej. Graviteti i Jupiterit nuk sillej siç duhej. Dhe kjo nuk ishte një gabim matjeje. Kjo ishte diçka reale. Diçka që ndryshonte gjithçka. Imagjinoni që hapni një libër që e keni lexuar mijëra herë. Një libër që e dini përmendësh. Dhe papritur, në mes të faqes, gjeni një kapitull të ri. Një kapitull që nuk ka qenë kurrë atje më parë. Një kapitull që tregon një histori krejtësisht të ndryshme nga ajo që mendonit se e dini. Kjo është ajo që ndodhi me Jupiterin. Ne menduam se e njinim këtë planet. Por Juno zbuloi se ne nuk e kemi njohur fare. Të dhënat tregonin se bërthama e Jupiterit nuk është e vogël. Nuk është e kompaktuar. Nuk është as e qartë. Është e shpërndar. E tretur. E përzier me shtresat e sipërme në një mënyrë që shkenca nuk e kishte parashikuar kurrë. Bërthama shtrihet për dhjetëra mijëra kilometra. Ajo përbëhet nga elemente të rënda të përziera me hidrogjeni metalik në presion kaq të lartë sa që vetë atomet shkatërohen dhe rindërtohen në forma të reja. Dhe kjo nuk është vetëm një detaj teknik. Kjo është një revolucion në mënyrën se si e kuptojmë formimin e planetëve. Për të kuptuar pse kjo është kaq e rëndësishme, duhet të kthehemi në fillim. Jo në fillimin e Jupiterit, por në fillimin e gjithçkaje. 4 miliard e 600 milion vjet më parë, sistemi ynë diellor nuk ekzistonte. Kishte vetëm një re të madhe gazi dhe pluhuri që rrotullohej në hapësirë. Kjo re filloi të tkurret në mpeshën e gravitetit të saj. Në qendër, presioni u bë aq i madh sa që atomet e hidrogjenit filluan të bashkohen. Dhe dielli lindi. Por jo gjithçka shkoi në diell. Pjesa tjetër e reve vazhdoi të rrotullohet. Dhe në atë disk rrotullues, planetet filluan të formohen. Teoria standarde thot se planetet gjigantë si Jupiteri u formuan shpejt. Shumë shpejt. Brenda disa milion vjetëve. Ata filluan si bërthama të vogla të ngurta të përbëra nga shkëmbinj dhe akull. Këto bërthama u rritën duke tërhequr material nga disku përreth tyre. Dhe kur arritën një masë kritike, rreth 10 herë masa e tokës, ato filluan të tërheqin gaz. Hidrogjeni dhe heliumi u grumbulluan përreth bërthamës. Dhe planeti gjigant lindi. Kjo është teoria. E thjeshtë. E pastër. E logjikshme. Por Jupiteri nuk e ndjek këtë skenar. Nëse bërthama e Jupiterit është e shpërndar, nëse është e përzier me shtresat e sipërme, atëherë diçka ka ndodhur pas formimit. Diçka e dhunshme.
Diçka që ka shkatëruar strukturën origjinale. Dhe këtu fillon misteri i vërtetë. Çfarë mund të jetë aq e fuqishme sa të shkatërrojë bërthamën e një planeti gjigant? Çfarë force mund të përziejë materialin nga thellësitë e Jupiterit me shtresat e sipërme? Dhe pse kjo nuk ka ndodhur me planetet e tjerë gjigant? Një nga hipotezat më të diskutuara është se Jupiteri ka përjetuar një kolizion. Jo një kolizion të vogël, por një goditje nga një objekt me masë sa 10 herë masa e Tokës. Imagjinoni një planet të tërë, të madh sa 10 toka, që godet Jupiterin me shpejtësi kozmike. Energjia e liruar do të ishte e pabesueshme. Aq e madhe sa që do të shkrinte bërthamën. Do të përziente materialet. Do të krijonte valë goditëse që do të udhëtonin nëpër të gjithë planetin për miliona vjet. Kjo nuk është shkencë fantastike. Kjo është një skenar që disa shkencëtarë e konsiderojnë seriozisht. Por ka një problem. Nëse një kolizion i tillë ka ndodhur, ai duhet të ketë ndodhur shumë herët në historinë e sistemit diellor. Në atë kohë kur planetet ende po formoheshin. Kur disku i gazit dhe pluhurit ende ekzistonte. Dhe kjo do të thotë se Jupiteri ka qenë i ndryshëm që në fillim. Ai nuk është formuar sipas teorisë standarde. Ai ka pasur një histori të dhunshme që ne sapo po fillojmë ta kuptojmë. Andrea Isela, astrofizikane në Universitetin Rice në Houston, ka studiuar disje protoplanetare për rreth yjeve të rinj. Ajo ka parë struktura që sugjerojnë se kolizionet gjigante janë të zakonshme në fazat e hershme të formimit të planetëve. Në disa sisteme, ajo ka identifikuar boshllëqe në disk që mund të jenë shkaktuar nga planete gjigante që kanë përplasur me njëri tjetrin. Këto vëzhgime na tregojnë se sistemi ynë diellor nuk ka qenë një vend i qetë. Ai ka qenë një fushëbeteje. Një kaos i kontrolluar nga graviteti dhe shansa. Por kolizioni nuk është shpjegimi i vetëm. Ka një tjetër mundësi. Një mundësi që është edhe më e çuditshme. Çfarë nëse bërthama e Jupiterit nuk është shkatëruar nga jashtë? Çfarë nëse ajo po shkatërohet nga brenda? Çfarë nëse vetë proceset e brendshme të planetit po e shndërrojnë atë në diçka të re? Brenda Jupiterit, presioni është aq i madh sa që hidrogjeni nuk ekziston më si gaz. Ai bëhet metal. Jo një metal si hekuri apo bakri, por një gjendje e çuditshme e materies ku elektronet janë të lira të lëvizin si në një përcjellës elektrik. Ky hidrogjeni metalik krijon fusha magnetike të fuqishme. Aq të fuqishme sa që fusha magnetike e Jupiterit është 20.000 herë më e fortë se ajo e Tokës. Dhe këto fusha magnetike nuk janë statike. Ato lëvizin. Ato ndryshojnë. Ato krijojnë rrymë që mund të transportojnë material nga një pjesë e planetit në tjetrën. Ravit Heled, shkencëtare planetare në Universitetin e Zürichut në Zvicër, ka propozuar një model ku konveksioni i brendshëm i Jupiterit është shumë më kompleks se sa mendonim. Sipas saj, nuk ka shtresa të qarta brenda planetit. Ka zona ku materiali ngjitet dhe zbret në cikle që zgjatin miliona vjet. Këto cikle mund të transportojnë elemente të rënda nga bërthama drejt sipërfaqes. Dhe kjo do të shpjegonte pse bërthama duket e shpërndarë. Ajo nuk është shkatëruar. Ajo është në proces të përzierjes së ngadaltë me pjesën tjetër të planetit. Por kjo ngre një pyetje edhe më të madhe. Nëse Jupiteri po ndryshon nga brenda, nëse struktura e tij nuk është statike, atëherë çfarë do të thotë kjo për të ardhmen? A do të vazhdojë bërthama të shpërndahet? A do të arrijë një pikë ku planeti do të jetë krejtësisht i homogjen? Dhe çfarë do të ndodhë me fushën magnetike kur kjo të ndodhë? Këto nuk janë pyetje teorike. Ato kanë pasoja reale për të kuptuarit e sistemeve të tjera planetare. Që nga viti 1992, kur u zbulua planeti i parë jashtë sistemit ton diellor, kemi gjetur mijëra egzoplanete. Shumë prej tyre janë gjigant gazi si Jupiteri. Por a janë ata si Jupiteri ynë? A kanë ata bërthama të shpërndara? A kanë ata histori të dhunshme? Apo secili planet gjigant është unik? Teleskopi James Webb, i lëshuar në vitin 2021, po na jep pamje të reja të sistemeve planetare të largëta. Ai po mat përbërjen e atmosferave të egzoplaneteve. Dhe ajo që po gjejmë është se ka shumë më tepër diversitet se sa prisnim. Disa gjigant gazi kanë atmosfera të pasura me metale të rënda. Të tjerë janë pothuajse krejtësisht hidrogjeni dhe helium. Kjo diversitet sugjeron se çdo planet ka një histori unike.
Dhe për të kuptuar ato histori, duhet të kuptojmë së pari planetin ton më të madh. Por le të kthehemi te Juno. Sepse ajo që kjo sond po bën nuk është vetëm të mas graviteti. Ajo po shikon thellë në brendësi të Jupiterit duke përdorur valë radio. Kur Juno kalon pranë sipërfaqes së Jupiterit, ajo dërgon sinjale radio drejt Tokës. Këto sinjale kalojnë nëpër atmosferën e Jupiterit. Dhe mënyra se si ato shtrembërohen na tregon për strukturën e brendshme. Është si të bësh një skanografi të një planeti gjigant. Të dhënat nga këto matje kanë zbuluar diçka tjetër të çuditshme. Ka zona në Jupiterin ku përbërja kimike ndryshon në mënyrë dramatike. Ka xhepa të pasura me ujë. Zona ku amoniak është shumë më i përqendruar se sa pritej. Dhe këto zona nuk janë të shpërndara rastësisht. Ato formojnë modele. Struktura që sugjerojnë se ka procese dinamike që po ndodhin në kohë reale. Leif Fletcher, shkencëtar planetar në Universitetin e Leicesterit në Mbretërinë e Bashkuar, ka analizuar këto modele. Ai ka gjetur se ka lidhje midis anomalive gravitacionale dhe zonave të pasura me elemente të rënda. Kjo sugjeron se ajo që po shohim nuk është vetëm një bërthame shpërndar. Është një sistem dinamik ku materiali po qarkullon vazhdimisht. Jupiteri nuk është një planet i ngrirë në kohë. Ai është një organizëm gjallë që po evoluon. Dhe kjo na çon te një nga zbulimet më shqetësuese. Nëse Jupiteri po ndryshon, nëse struktura e tij e brendshme nuk është stabile, atëherë fusha e tij magnetike gjithashtu nuk është stabile. Dhe kjo ka pasoja për të gjithë sistemin diellor. Fusha magnetike e Jupiterit krijon një fushë mbrojtëse gjigante që na mbron nga rrezatimi kozmik. Nëse kjo fushë do të dobësohej, rrezatimi do të arrinte më lehtë në pjesën e brendshme të sistemit diellor. Kjo do të ndikonte në planetet e vegjël, në hënët, dhe potencialisht në vetë jetën. Por ka edhe një dimension tjetër të kësaj historie. Një dimension që lidhet me vetë origjinën e jetës. Jupiteri nuk është vetëm një planet gjigant. Ai është një mbrojtës. Graviteti i tij të fuqishëm tërheq kometa dhe asteroide që përndryshe do të godisnin planetet e brendshëm. Pa Jupiterin, Toka do të ishte goditur shumë më shpesh nga objekte kozmike. Dhe kjo do të kishte bërë evolucionin e jetës shumë më të vështirë. Ndoshta të pamundur. Por nëse Jupiteri po ndryshon, nëse orbita e tij ka lëvizur në të kaluarën, atëherë roli i tij si mbrojtës gjithashtu ka ndryshuar. Ka prova se në fazat e hershme të sistemit diellor, Jupiteri ishte shumë më afër diellit. Ai migroi nga brenda drejt jashtë. Dhe kjo migracion ka pasur efekte dramatike në planetet e tjerë. Disa shkencëtarë besojnë se Jupiteri ka shkatëruar një gjeneratë të tërë planetësh të brendshëm përpara se planetet aktual të formoheshin. Kjo teori quhet modeli i madh Taft. Sipas saj, Jupiteri filloi të formohet shumë më afër diellit. Ndërsa ai u rrit, graviteti i tij filloi të ndërveprojë me diskun e gazit. Kjo ndërveprim krijoi një forcë që e shtyi Jupiterin drejt brendshme. Ai migroi deri në orbitën ku tani është Marsi. Dhe gjatë kësaj udhëtimi, ai shkatërroi çdo gjë në rrugën e tij. Planete embrionale u përplasën me njëri tjetrin. Materiali u shpërnda. Dhe vetëm pasi Saturni u formua dhe filloi të ndërveprojë me Jupiterin, të dy planetet filluan të migrojnë drejt jashtë. Kevin Alsh, shkencëtar në Institutin Jugperëndimor të Kërkimeve, ka simuluar këtë skenar në kompjuter. Rezultatet janë mahnitëse. Modeli shpjegon pse Marsi është aq i vogël, pse brezi i asteroideve ekziston, dhe pse planetet e brendshëm kanë përbërje të ndryshme nga ajo që do të pritej. Jupiteri nuk ka qenë vetëm një dëshmitar i formimit të sistemit diellor. Ai ka qenë një aktor kryesor, një forcë që ka formsuar gjithçka. Por kjo histori bëhet edhe më e komplikuar kur shikojmë hënët e Jupiterit. Ai ka 81 hënë të njohura. 4 prej tyre janë aq të mëdha sa që mund të shihen me një teleskop të vogël. Këto janë hënët galilejane, të zbuluara nga Galileo Galilei në vitin 1610. Dhe secila prej tyre është një botë në vetvete. EU ka vulkane aktiv. Europa ka një oqean nën sipërfaqen e akull. Ganymede është hëna më e madhe në sistemin diellor. Dhe Callisto është e mbuluar me kraterë që tregojnë një histori të dhunshme. Por ajo që është vërtet interesante është se këto hëna nuk janë të pavarura nga Jupiteri.
Ato janë të lidhura me të përmes forcave të baticës. Graviteti i Jupiterit i shtrydh dhe i tërheq këto hëna. Dhe kjo krijoi nxehtësi të brendshme. Në rastin e Ios, kjo nxehtësi është aq e madhe sa që sipërfaqja është në gjendje të shkrirë konstante. Në rastin e Europës, kjo nxehtësi mban oqeanin e brendshëm të lëngshëm. Dhe kjo do të thotë se Europa mund të ketë kushte për jetën. Misioni i ardhshëm Europa Clipper, i planifikuar për të lëshuar në vitin 2024, do të studiojë këtë hënë në detaje. Ai do të fluturojë pranë sipërfaqes 10 herë. Do të mas trashësinë e akullit. Do të kërkoj shenja të aktivitetit gjeologjik. Dhe do të përpiqet të përcaktojë nëse oqeani i Europës mund të mbështesë jetën. Por për të kuptuar Europën, duhet të kuptojmë Jupiterin. Sepse gjithçka që ndodh në këto hëna është e lidhur me atë që ndodh në planet. Dhe kjo na sjell përsëri te pyetja qendrore. Çfarë fshihet në brendësi të Jupiterit? Përgjigja nuk është e thjeshtë. Nuk është vetëm një bërtham e shpërndar. Nuk është vetëm një histori e kolizioneve të lashta. Është një sistem kompleks që po evoluon. Një planet që po na tregon se universi është shumë më dinamik se sa menduam. Dhe se edhe gjërat që duken të qëndrueshme, edhe gjigantët që duken të përjetshëm, janë në të vërtetë në ndryshim të vazhdueshëm. Çdo të dhënë e re nga Juno na jep një copës tjetër të enigmës. Por sa më shumë që mësojmë, aq më shumë pyetje lindin. Dhe kjo është bukuria e shkencës. Ajo nuk na jep përgjigje përfundimtare. Ajo na jep pyetje më të mira. Pyetje që na çojnë më thellë në misteret e universit. Dhe Jupiteri, planeti më i madh në sistemin ton, është një nga misteret më të mëdha që kemi. Në vitin 1973, një ekip shkencëtarësh në laboratorin e propulsionit me reaksion në Kaliforni po shikonte ekranet e tyre me frymë të lodhur. Pioner 10, sonda e parë që do të fluturonte pranë Jupiterit, sapo kishte dërguar imazhet e para nga afërsia e planetit gjigant. Ajo që pan i la pa fjalë. Jo sepse ishte bukur, por sepse ishte krejtësisht e papritur. Atmosfera e Jupiterit nuk ishte një sipërfaqe e qetë me vija paralele. Ishte një kaos i organizuar. Vorbulla gjigante që rrotulloheshin me shpejtësi mbisonik. Rrjedha që ndryshonin drejtim në çdo disa orë. Dhe në qendër të gjithçkaje, një njollë e kuqe aq e madhe sa që 3 toka do të mund të futeshin brenda saj. Kjo njollë ishte një stuj që kishte vazhduar për të paktën 350 vjet. Ndoshta edhe më gjatë. Dhe askush nuk e dinte pse. Çfarë mund të mbante një stuj aktive për kaq kohë? Çfarë burimi energjie mund të ushqente një sistem kaq të dhunshëm? Përgjigja, siç u zbulua dekada më vonë, vinte nga brenda. Nga vetë bërthama e çuditshme që Juno sapo kishte zbuluar. Sepse ajo që ndodh në sipërfaqe është vetëm një pasqyrë e asaj që ndodh në thellësi. Dhe sa më thellë që shkojmë, aq më e çuditshme bëhet historia. Kur Pioner 10 dhe më vonë Voyager 1 dhe 2 fluturuan pranë Jupiterit, ato matën diçka që shkencëtarët nuk e kishin pritur. Planeti po emetonte më shumë energji se sa po merrte nga dielli. Shumë më tepër. Për çdo njësi energjie që Jupiteri thith nga rrezatimi diellor, ai lëshon pothuajse 2 njësi. Kjo do të thotë se brenda planetit ka një burim energjie. Diçka që po nxehet. Diçka që po lëshon nxehtësi në hapësirë. Por çfarë? Teoria fillestare ishte e thjeshtë. Jupiteri ende po tkurret nga formimi i tij. Kur një objekt aq i madh tkurret, edhe vetëm pak, ai lëshon sasi të mëdha energjie. Kjo quhet nxehtësia primordiale. Energjia e mbetur nga kolapsi fillestar i rreve të gazit që formoi planetin. Por llogaritjet treguan se kjo nuk ishte e mjaftueshme. Nxehtësia primordiale mund të shpjegonte vetëm një pjesë të energjisë që Jupiteri po lëshonte. Duhej të kishte diçka tjetër. Diçka që po ndodhte tani. Jo në të kaluarën e largët, por në kohë reale. Në brendësi të Jupiterit, në thellësi ku presioni është miliona herë më i madh se në sipërfaqen e Tokës, hidrogjeni nuk ekziston më në formën që ne e njohim. Ai bëhet një lëngje. Por jo një lëngje e zakonshme. Një lëngje metalike ku elektronet janë të lira të lëvizin si në një përcjellës elektrik. Ky hidrogjeni metalik krijon rrjedha elektrike gjigante. Rrjedha që gjenerojnë fusha magnetike aq të fuqishme sa që mund të shkatërrojnë çdo pajisje elektronike në distancë miliona kilometrash.
Por kjo nuk është gjithçka. Brenda kësaj dete hidrogjeni metalik, heliumi po bën diçka të çuditshme. Ai po ndan. Po krijon pika të vogla heliumi të lëngshëm që janë më të rënda se hidrogjeni përreth tyre. Dhe këto pika fillojnë të bien. Ato ulen nëpër shtresat e hidrogjenit si pika shiu që bien nëpër ajër. Por kjo nuk është shi i zakonshëm. Kjo është shi heliumi që bie nëpër një oqean metalik në presion që mund të shkatërrojë çdo material të njohur. Dhe ndërsa këto pika bien, ato lëshojnë energji. Energji që nxehet planetin nga brenda. Energji që ushqen stuhit në sipërfaqe. Energji që mban Jupiterin aktiv edhe pas 4 miliard e 600 milion vjetësh. David Stevenson, shkencëtar planetar në Institutin e Teknologjisë së Kalifornisë, ishte i pari që propozoi këtë teori në vitet 80. Ai e quajti shi heliumi. Dhe për dekada, kjo mbeti vetëm një hipotezë. Sepse nuk kishte mënyrë për ta testuar. Nuk kishte mënyrë për të parë në brendësi të Jupiterit dhe për të konfirmuar se kjo po ndodhte vërtet. Por pastaj erdhi Juno. Dhe gjithçka ndryshoi. Instrumentet e Junos nuk vetëm që matën graviteti. Ato matën edhe përbërjen kimike të shtresave të sipërme të Jupiterit. Dhe ato gjetën se raporti i heliumit ndaj hidrogjenit ishte më i ulët se sa pritej. Kjo do të thotë se heliumi po zhduket nga shtresat e sipërme. Ai po bie drejt qendrës. Pikërisht siç kishte parashikuar Stevenson. Por kjo zbulim ngriti një pyetje edhe më të madhe. Nëse heliumi po bie, ku po shkon? Apo grumbullohet në qendër? Apo krijon një shtresë të veçantë heliumi të pastër? Apo po përzihet me bërthamën e shpërndarë që Juno kishte zbuluar? Për të kuptuar këtë, duhet të imagjinojmë një udhëtim në përbrendësinë e Jupiterit. Jo një udhëtim fizik, sepse asnjë anije nuk mund të mbijetojë atje. Por një udhëtim mendor. Një zbresje nëpër shtresat e këtij giganti. Le të fillojmë nga sipërfaqja. Ajo që ne quajmë sipërfaqe e Jupiterit nuk është një sipërfaqe e ngurtë. Është thjesht pika ku presioni atmosferik është i njëjtë me presionin në nivelin e detit në tokë. Një bar. Këtu, temperatura është rreth -130 gradë Celsius. Atmosfera përbëhet kryesisht nga hidrogjeni dhe heliumi, me gjurmë amoniak dhe metani. Ndërsa zbresim, presioni rritet. Shpejt. Në thellësi 10 kilometra, presioni është tashmë 10 herë më i madh se në sipërfaqe. Temperatura fillon të rritet. Gazi bëhet më i dendur. Në 100 kilometra thellësi, presioni është 100 herë më i madh. Temperatura është rreth 0 gradë Celsius. Këtu, hidrogjeni ende është gaz, por aq i dendur sa që fillon të sillet si një lëngje. Në 1000 kilometra thellësi, presioni është 10.000 herë më i madh se në sipërfaqen e tokës. Temperatura është disa qindra gradë. Dhe këtu ndodh diçka e jashtëzakonshme. Hidrogjeni kalon nga gjendje gazi në gjendje të lëngshme. Por kjo nuk është një tranzicion i mprehtë. Nuk ka një kufi të qartë. Është një zonë tranzicioni ku gazi dhe lëngu ekzistojnë së bashku. Një gjendje e materjes që nuk ekziston askund në tokë. Ndërsa vazhdojmë të zbresim, presioni bëhet gjithnjë e më ekstrem. Në 10.000 kilometra, presioni është 1.000.000 herë më i madh se në sipërfaqen e tokës. Temperatura është disa mijëra gradë. Dhe këtu ndodh transformimi i vërtetë. Hidrogjeni i lëngshëm bëhet hidrogjeni metalik. Presioni është aq i madh sa që elektronet janë të shtypur jashtë atomeve. Ato bëhen të lira të lëvizin. Dhe lëngu bëhet një përcjellës elektrik. Një deti i pafund metali të lëngshëm që rrjedh dhe rrotullohet në modele komplekse. Në 20.000 kilometra thellësi, jemi në zemër të oqeanit të hidrogjenit metalik. Presioni është 10 milion herë më i madh se në sipërfaqen e tokës. Temperatura është 10.000 gradë. Këtu, rrjedhat e hidrogjenit metalik krijojnë fusha magnetike gjigante. Këto fusha ndërveprojnë me njëra tjetrën. Ato krijojnë struktura që ngrihen dhe bien, që rrotullohen dhe përplasen, që gjenerojnë energji në forma që ne sapo po fillojmë të kuptojmë. Dhe këtu, në këtë kaos të organizuar, heliumi po bie si shi. Pika të vogla heliumi që ulen nëpër oqeanin metalik. Çdo pikë lëshon energji ndërsa bie. Dhe kjo energji nxehet planetin. Mban stuhit aktive.
mban Jupiterin gjallë. Por çfarë ndodh kur arrim në qendër? Çfarë ka në thellësinë e fundit të Jupiterit? Këtu, në 60.000 kilometra nën sipërfaqe, presioni është aq i madh sa që vetë koncepti i materies fillon të humbas kuptim. Bërthama, siç e ka zbuluar Juno, nuk është një sferë e ngurtë. Është një rajon i shpërndar ku elementet të rënda janë të përziera me hidrogjeni metalik. Shkëmbin dhe metale që janë shkrirë dhe tretur në presion që të i kalon gjithçka që mund të riprodhojmë në laborator. Temperatura këtu mund të jetë 30.000 gradë. Më e nxehtë se sipërfaqja e diellit. Dhe në këtë ferë të presionit dhe temperaturës, materiali po qarkullon. Po lëviz. Po përzihet me shtresat e sipërme në një proces që zgjat miliona vjet. Yohai Kaspi, shkencëtar në Institutin Eizman të Shkencës në Izrael, ka përdorur të dhënat nga Juno për të ndërtuar modele të rrjedhave të brendshme të Jupiterit. Modelet e tij tregojnë se ka rrjedha që fillojnë nga bërthama dhe ngrihen drejt sipërfaqes. Këto rrjedha transportojnë material të nxehtë dhe të pasur me elemente të rënda. Kur arrin në shtresat e sipërme, ato krijojnë zona ku përbërja kimike është e ndryshme. Zona që Juno i ka detektuar. Dhe pastaj, materiali ftohet dhe zbret përsëri. Një cikël i pafund që ka vazhduar për miliarda vjet. Një sistem konvektiv gjigant që është shumë më kompleks se çdo gjë që kemi në tokë. Sepse në tokë, konveksioni ndodh në oqeane dhe në mantelin e tokës. Por në Jupiterin, konveksioni ndodh në një shkallë që është e pabesueshme. Rrjedha që janë sa kontinente të tëra. Që lëvizin me shpejtësi qindra metra në sekondë. Që transportojnë energji sa prodhimi i miliona vulkaneve. Por kjo nuk është vetëm një kuriozitet shkencor. Kjo ka pasoja të drejtpërdrejta për të kuptuar se si planetet gjigant ndikojnë në sistemet e tyre. Sepse Jupiteri nuk është i izoluar. Ai ndërvepron me gjithçka përreth tij. Fusha e tij magnetike krijon një magnetosferë që shtrihet për miliona kilometra. Kjo magnetosferë kap grimca të ngarkuara nga era diellore. Ajo i përshpejton në energji të larta. Dhe pastaj i lëshon në hapësirë si rreze kozmike. Këto rreze janë aq të fuqishme sa që mund të dëmtojnë pajisjet elektronike në satelit që kalojnë pranë. Ato janë një nga rreziqet kryesore për çdo mision që dëshiron të studiojë Jupiterin nga afër. Por ato janë gjithashtu një dëshmi e fuqisë së brendshme të planetit. Sepse pa energjinë që vjen nga bërthama, pashin e heliumit, pa rrjedhat e hidrogjenit metalik, kjo magnetosferë nuk do të ekzistonte. Dhe kjo na çon te një zbulim tjetër i Junos. Një zbulim që lidhet me vetë natyrën e fushës magnetike. Për dekada, shkencëtarët mendonin se fusha magnetike e Jupiterit ishte e thjeshtë. Një dipol. Si një magnet me një pol verior dhe një pol jugor. Por Juno zbuloi se kjo nuk është e vërtetë. Fusha magnetike e Jupiterit është shumë më komplekse. Ka zona ku fusha është shumë më e fortë se sa pritej. Zona ku ajo ndryshon drejtim në mënyrë të papritur. Dhe ka madje një zonë në hemisferën veriore ku fusha është pothuajse zero. Një anomali që shkencëtarët e kanë quajtur pika e madhe blu. Jo sepse është blu në ngjyrë, por sepse në hartat magnetike shfaqet si një zonë e errët. Një vend ku fusha magnetike është jashtëzakonisht e dobët. Kjo anomali nuk është statike. Ajo po lëviz. Po drifton drejt perëndimit me një shpejtësi prej disa centimetra në vit. Dhe askush nuk e di pse. Kimberly Moore, shkencëtare në Universitetin Harvard, ka studiuar këtë anomali në detaje. Ajo ka propozuar se pika e madhe blu është shkaktuar nga një ndryshim në rrjedhat e hidrogjenit metalik në brendësi të planetit. Ndoshta një rajon ku rrjedha është më e dobët. Ose ku drejtimi i rrjedhës është i ndryshëm. Kjo do të ndikonte në fushën magnetike që gjenerohet atje. Dhe do të krijonte një zonë ku fusha është më e dobët. Por nëse kjo është e vërtetë, atëherë do të thotë se fusha magnetike e Jupiterit nuk është e qëndrueshme. Ajo po ndryshon. Po evoluon. Dhe kjo ngre pyetjen se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. A do të vazhdoj pika e madhe blu të drifoj? A do të rritet? A do të zhduket? Dhe çfarë do të ndodhë me magnetosferën nëse fusha magnetike ndryshon në mënyrë dramatike? Këto pyetje nuk janë vetëm teorike. Ato kanë pasoja praktike për misionet e ardhshme. Sepse çdo anije që dëshiron të studiojë Jupiterin duhet të kalojë nëpër magnetosferën e tij.
Dhe nëse fusha magnetike po ndryshon, atëherë nivelet e rrezatimit gjithashtu po ndryshojnë. Kjo do të thotë se planet për misionet e ardhshme duhet të marrin parasysh këto ndryshime. Duhet të dizajnojnë mbrojtje më të mira. Duhet të zgjedhin rrugë që minimizojnë ekspozimin ndaj rrezatimit. Dhe duhet të jenë të përgatitur për B-fasi. Sepse Jupiteri, siç po mësojmë, është plot B-fasi. Çdo të dhënë e re nga Juno zbulon diçka të re. Diçka që nuk e kishim pritur. Diçka që na detyron të rishikojmë teoritë tona. Por le të kthehemi te bërthama. Sepse ajo është në zemër të misterit. Nëse bërthama është e shpërndar, nëse ajo është e përzier me shtresat e sipërme, atëherë si u formua? Teoria standarde thotë se bërthama u formua e para. Se ajo ishte një grumbull i ngurtë i shkëmbimeve dhe akullit që tërhiqte gaz nga disku përreth tij. Por nëse bërthama është e shpërndar, atëherë kjo teori nuk funksionon. Sepse një bërthamë e shpërndar nuk mund të tërheqë gaz në mënyrë efikase. Ajo nuk ka gravitetin e përqendruar që nevojitet për të kapur hidrogjeni dhe heliumi. Kjo do të thotë se ose teoria standarde është e gabuar, ose diçka ka ndodhur pas formimit që ka shpërndar bërthamën. Andrea Isela, që kemi përmendur më parë, ka studiuar disje protoplanetare përreth yjeve të rinj. Ajo ka gjetur prova se planetët gjigant mund të formohen në mënyra të ndryshme. Disa formohen nga poshtë lart duke filluar me një bërtham të ngurtë. Të tjerë formohen nga lart poshtë, kur një rajon i diskut bëhet aq i dendur sa që kolapson drejt për drejt në një planet. Në këtë skenar nuk ka një bërtham të qartë. Ka vetëm një grumbull gazi që ngadalë kondenson. Dhe ndoshta kjo është ajo që ka ndodhur me Jupiterin. Ndoshta ai u formua nga lart poshtë. Dhe ajo që ne quajmë bërtham është thjesht materiali i rëndë që ka rënë drejt qendrës me kalimin e kohës. Materiali që nuk ka arritur ende të kondensojë në një sferë të ngurtë. Por ka edhe një mundësi tjetër. Një mundësi që është edhe më dramatike. Çfarë nëse Jupiteri filloi me një bërtham të ngurtë, por pastaj ajo u shkatërrua? Çfarë nëse kolizioni që kemi përmendur më parë vërtet ka ndodhur? Imagjinoni një planet me masë sa 10 toka që godet Jupiterin me shpejtësi 10 kilometra në sekondë. Energjia e liruar do të ishte e pabesueshme. Aq e madhe sa që do të shkrinte jo vetëm bërthamën e Jupiterit, por edhe bërthamën e objektit që goditi. Të dy bërthamat do të përziheshin. Do të krijonin një sup të nxehtë elementesh të rënda që do të shpërndahej nëpër të gjithë planetin. Dhe me kalimin e miliona vjetëve, ky sup do të fillonte të kondensojë përsëri. Por jo në një sferë të ngurtë. Në një rajon të shpërndar. Pikërisht atë që Juno ka zbuluar. Liu Shangfei, shkencëtar në Universitetin Shtetëror të Arizonës, ka simuluar këtë skenar në kompjuter. Ai ka gjetur se një kolizion gjigant mund të shpjegojë jo vetëm bërthamën e shpërndar, por edhe disa nga anomalitë e tjera që Juno ka zbuluar. Për shembull, zonat ku përbërja kimike është e ndryshme. Këto zona mund të jenë mbetje nga objekti që goditi. Materiali që nuk është përzier plotësisht me Jupiterin. Materiali që ende po qarkullon në shtresat e brendshme. Por kjo teori ka një problem. Nëse një kolizion i tillë ka ndodhur, ai duhet të ketë ndodhur shumë herët. Në fazat e para të formimit të sistemit diellor. Dhe kjo do të thotë se Jupiteri ka qenë i ndryshëm që në fillim. Ai nuk është formuar sipas teorisë standarde. Ai ka pasur një histori të dhunshme që ka formsuar gjithçka që erdhi pas. Dhe kjo na sjell te një pyetje edhe më e madhe. Nëse Jupiteri ka pasur një histori të dhunshme, çfarë thot kjo për planetet e tjerë gjigant? Saturni, Urani, Neptuni. A kanë ata gjithashtu bërthama të shpërndara? A kanë ata gjithashtu histori të dhunshme? Apo Jupiteri është unik? Për të përgjigjur në këto pyetje, duhet të studiojmë planetet e tjerë me të njëjtën detaj që po studiojmë Jupiterin. Por kjo nuk është e lehtë. Saturni është më larg. Urani dhe Neptuni janë edhe më larg. Dhe asnjë mision nuk ka fluturuar pranë tyre me instrumentet e nevojshme për të matur strukturën e tyre të brendshme. Por kjo po ndryshon. Ka plane për misione të reja. Misione që do të studiojnë Saturnin. Që do të fluturojnë pranë Uranit dhe Neptunit. Që do të na japin të dhënat që na nevojiten për të kuptuar nëse Jupiteri është një përjashtim apo një rregull. Por ndërsa presim për këto misione, mund të mësojmë shumë nga vetë Jupiteri.
Sepse çdo të dhënë e re nga Juno na jep një copës tjetër të enigmës. Dhe sa më shumë copëza që mbledhim, aq më e qartë bëhet figura. Figura e një planeti që është shumë më kompleks se sa menduam. Një planet që po evoluon, që po ndryshon, që po na tregon se universi është një vend dinamik ku asgjë nuk është e përjetshme, ku edhe gjigantët më të mëdhenj janë në ndryshim të vazhdueshëm. Dhe kjo është një mësim i rëndësishëm. Jo vetëm për shkencën, por për mënyrën se si e shohim vendin ton në univers. Sepse nëse Jupiteri, planeti më i madh në sistemin ton, nuk është i qëndrueshëm, atëherë çfarë thot kjo për Tokën? Çfarë thot kjo për ne? Toka është një planet i vogël. Një shkëmb i vogël që rrotullohet përreth një ylli mesatar në një galaktik që përmban qindra miliarda yje. Por ky shkëmb i vogël është shtëpia jonë. Dhe gjithçka që ndodh në sistemin diellor na ndikon. Jupiteri, me graviteti i tij të fuqishëm, na mbron nga kometa dhe asteroide. Ai ndikon në orbitën e Tokës. Ai ndikon në klimën tonë. Dhe nëse Jupiteri po ndryshon, nëse orbita e tij ka lëvizur në të kaluarën, atëherë kjo ka pasur efekte në Tokë. Efekte që ndoshta kanë ndikuar në evolucionin e jetës. Sepse jeta në Tokë nuk është e izoluar nga pjesa tjetër e sistemit diellor. Ajo është pjesë e një sistemi më të madh. Një sistem ku gjithçka është e lidhur. Ku çdo ndryshim në një vend krijon efekte në vende të tjera. Dhe kjo na sjell te një nga pyetjet më të mëdha që shkenca po përpiqet të përgjigjet. A jemi vetëm? A ka jetë në vende të tjera në univers? Për të përgjigjur në këtë pyetje, duhet të kuptojmë se si formohen planetët, se si evoluojnë, se si krijojnë kushte për jetën. Dhe Jupiteri është një laborator i përsosur për këtë studim. Sepse ai na tregon se planetët nuk janë objekte statike. Ato janë sisteme dinamike që ndryshojnë me kalimin e kohës, që ndërveprojnë me njëri tjetrin, që krijojnë kushte të reja, që shkatërrojnë kushte të vjetër. Dhe në këtë proces, ato mund të krijojnë mundësi për jetën, ose mund t'i shkatërrojnë ato. Europa, hëna e Jupiterit, është një shembull i përsosur. Ajo ka një oqean nën sipërfaqen e akullit. Një oqean që mbahet i lëngshëm nga nxehtësia e krijuar nga forcat e baticës. Forcat që vijnë nga graviteti i Jupiterit. Nëse Jupiteri nuk do të ishte aq i madh, nëse graviteti i tij nuk do të ishte aq i fortë, Europa nuk do të kishte një oqean. Nuk do të kishte kushte për jetën. Por Jupiteri ekziston. Dhe Europa ka një oqean. Dhe ky oqean mund të ketë jetë. Jetë që ka evoluar në errësirë të plotë. Jetë që nuk varet nga dielli. Jetë që merr energji nga proceset kimike në fundin e oqeanit. Kjo nuk është shkencë fantastike. Kjo është një mundësi reale që shkencëtarët po e marrin seriozisht. Dhe nëse jeta ekziston në Europë, atëherë kjo do të ndryshonte gjithçka. Sepse do të thotë se jeta nuk është e kufizuar në planet si Toka. Ajo mund të ekzistojë në hëna, në oqeane nëntoksore, në vende që ne nuk i kemi konsideruar kurrë si të banueshme. Dhe nëse jeta mund të ekzistojë në Europë, atëherë ajo mund të ekzistojë në mijëra vende të tjera në univers. Sepse hëna si Europa nuk janë të rralla. Ato janë të zakonshme. Çdo planet gjigant ka hëna. Dhe shumë prej tyre mund të kenë oqeane. Mund të kenë kushte për jetën. Mund të jenë shtëpi për forma jete që ne nuk i kemi imagjinuar kurrë. Dhe kjo është arsyeja pse studimi i Jupiterit është aq i rëndësishëm. Sepse duke kuptuar Jupiterin, ne kuptojmë më shumë për mundësinë e jetës në univers. Kuptojmë më shumë për vendin tonë në këtë univers. Kuptojmë më shumë për veten tonë. Por le të kthehemi te të dhënat nga Juno. Sepse ka edhe diçka tjetër që kjo sond ka zbuluar. Diçka që lidhet me vetë natyrën e kohës. Jupiteri rrotullohet rreth boshtit të tij më shpejt se çdo planet tjetër në sistemin diellor. Një ditë në Jupiterin zgjat vetëm 10 orë. Kjo do të thotë se ekuatori i Jupiterit lëviz me shpejtësi mbi 45.000 km/h. Kjo shpejtësi krijon forca centrifugale të mëdha. Forca që shtrydhin planetin, që e bëjnë atë të sheshët në pole dhe të fryrë në ekuator. Por kjo nuk është gjithçka. Kjo shpejtësi gjithashtu ndikon në rrjedhat e brendshme. Ajo krijon modele komplekse të konveksionit. Modele që ndryshojnë me thellësinë.
që krijojnë zona ku materiali lëviz në një drejtim në sipërfaqe dhe në drejtim të kundërt në thellësi. Juno ka matur këto rrjedha duke përdorur një teknikë të quajtur gravimetri. Kjo teknik mat ndryshimet e vogla në gravitetin ndërsa sonda fluturon pranë planetit. Këto ndryshime tregojnë se ku ka më shumë masë dhe ku ka më pak. Dhe duke analizuar këto të dhëna, shkencëtarët mund të ndërtojnë harta të rrjedhave të brendshme. Harta që tregojnë se si materiali lëviz brenda Jupiterit. Dhe ajo që këto harta kanë zbuluar është mahnitëse. Ka rrjedha që shtrihen për dhjetëra mijëra kilometra, që lëvizin me shpejtësi qindra metra në sekondë, që transportojnë sasi të mëdha energjie dhe materiali. Dhe këto rrjedha nuk janë të rastësishme. Ato formojnë modele, struktura që përsëriten, që sugjerojnë se ka ligje fizike që i qeverisin. Ligje që ne sapo po fillojmë të kuptojmë. Një nga zbulimet më interesante është se rrjedhat në Jupiterin nuk arrin shumë thellë. Për dekada, shkencëtarët mendonin se rrjedhat që shohim në sipërfaqe vazhdojnë deri në qendër të planetit. Por Juno ka treguar se kjo nuk është e vërtetë. Rrjedhat arrin vetëm disa mijëra kilometra thellë. Pas kësaj thellësie, presioni bëhet aq i madh saqë hidrogjeni metalik fillon të sillet ndryshe. Ai bëhet aq i dendur saqë rrjedhat nuk mund të depërtojnë. Ka një kufi. Një zonë tranzicioni ku rrjedhat e sipërfaqes ndalojnë dhe rrjedhat e thella fillojnë. Dhe kjo zonë tranzicioni është një nga vendet më interesante në Jupiterin. Sepse këtu dy sisteme të ndryshme ndërveprojnë. Sistemi i sipërfaqes që drejtohet nga rrezatimi diellor dhe rrotullimi i planetit. Dhe sistemi i thellë që drejtohet nga nxehtësia e brendshme dhe konveksioni. Tristan Guillot, shkencëtar në observatorin e Stedazur në Francë, ka studiuar këtë zonë tranzicioni në detaje. Ai ka propozuar se kjo zonë vepron si një filtr. Ajo lejon disa lloje materiali të kalojnë dhe bllokon të tjerë. Kjo do të shpjegonte pse përbërja kimike e sipërfaqes është e ndryshme nga ajo që pritej. Sepse materiali që vjen nga thellësitë nuk arrin gjithmonë në sipërfaqe. Ai bllokohet në zonën tranzicioni. Dhe vetëm në kushte të veçanta, kur rrjedhat janë veçanërisht të forta, materiali mund të depërtojë. Kjo është një zbulim i rëndësishëm. Sepse na tregon se Jupiteri nuk është një sistem i thjeshtë me shtresa të qarta. Është një sistem kompleks me zona tranzicioni, me filtra, me mekanizma që kontrollojnë lëvizjen e materialit. Dhe kjo kompleksitet na çon te një realizim i rëndësishëm. Ne nuk mund të kuptojmë Jupiterin duke e studiuar vetëm një pjesë të tij. Duhet ta studiojmë si një sistem të tërë. Duhet të kuptojmë se si sipërfaqja ndërvepron me thellësi. Se si fusha magnetike ndërvepron me rrjedhat. Se si hënat ndërveprojnë me planetin. Sepse gjithçka është e lidhur. Gjithçka ndikon në gjithçka tjetër. Dhe vetëm duke parë figurën e plot, mund të kuptojmë vërtet çfarë po ndodh. Kjo është arsyeja pse Juno është një mision aq i rëndësishëm. Sepse ajo nuk po studion vetëm një aspekt të Jupiterit. Ajo po studion gjithçka. Atmosferën, fushën magnetike, strukturën e brendshme, hënat. Dhe duke kombinuar të gjitha këto të dhëna, shkencëtarët po ndërtojnë një pamje të plotë të planetit më të madh në sistemin ton diellor. Por kjo pamje ende nuk është e plotë. Ka ende shumë pyetje pa përgjigje. Shumë misteri që duhen zgjidhur. Dhe kjo është bukuria e shkencës. Ajo nuk përfundon kurrë. Çdo përgjigje krijon pyetje të reja. Çdo zbulim hap dyrë të reja. Dhe Jupiteri, me të gjitha misteret e tij, është një burim i pafund pyetjesh. Pyetjesh që do të na mbajnë të zënë për dekada. Për shekuj. Ndoshta për gjithmonë. Sepse sa më shumë që mësojmë, aq më shumë kuptojmë se sa pak e dim. Dhe kjo është ajo që e bën shkencën kaq emocionuese. Jo përgjigjet, por pyetjet. Jo destinacioni, por udhëtimi. Dhe udhëtimi ynë në përbrendësinë e Jupiterit sapo ka filluar. Dhe udhëtimi ynë në përbrendësinë e Jupiterit sapo ka filluar. Por çdo udhëtim shkencor ka momente kur rruga ndahet. Kur teoritë përplasen. Kur të dhënat nuk përputhen me pritshmëritë. Dhe pikërisht në këto momente, shkenca bëhet më interesante. Të dhënat nga Juno kanë krijuar një situatë të pazakontë. Ato kanë konfirmuar diçka që askush nuk e priste.
Por në të njëjtën kohë, ato kanë hapur një hendek midis dy shkollave të mendimit. Dy qasjeve fundamentalisht të ndryshme për të kuptuar planetet gjigant. Shkolla e parë, ajo tradicionale, beson se planetet gjigant formohen nga poshtë lart. Fillimisht formohet një bërtham e ngurtë nga shkëmbim dhe akull. Kjo bërtham rritet derisa bëhet aq e madhe saqë graviteti i saj fillon të tërheqë gazin nga disku përreth. Dhe kështu formohet një planet gjigant. Kjo teori quhet modeli i akrecimit të bërthamës. Ajo ka qenë teoria dominuese për dekada. Ajo shpjegon shumë nga ajo që shohim në sistemin diellor. Por Juno ka gjetur diçka që nuk përputhet me këtë model. Nëse Jupiteri u formua sipas modelit të akrecimit të bërthamës, atëherë bërthama duhet të jetë e qartë, e mirë përcaktuar, e ndarë nga pjesa tjetër e planetit. Por ajo që Juno ka gjetur është e kundërta. Bërthama është e shpërndarë, e përzier, e tretur në pjesën tjetër të planetit. Kjo ka çuar në lindjen e shkollës së dytë. Një shkollë që propozon se planetet gjigant mund të formohen nga lart poshtë. Sipas kësaj teorie, nuk ka nevojë për një bërtham fillestare. Gazi në diskun protoplanetare mund të kolapsojë drejt për drejt nën peshën e tij. Kjo quhet paqëndrueshmëria gravitacionale. Dhe nëse kjo ndodh, planeti që formohet nuk do të ketë një bërtham të qartë. Ai do të jetë i homogjen që nga fillimi. Por kjo teori ka problemet e veta. Nëse Jupiteri u formua nga paqëndrueshmëria gravitacionale, atëherë pse ka elemente të rënda në brendësi? Pse ka një përqendrim më të lartë të shkëmbimeve dhe akullit në qendër? Edhe nëse bërthama është e shpërndarë, ajo ende ekziston. Dhe kjo do të thotë se diçka ka ndodhur që ka krijuar këtë përqendrim. Andrea Isela, astrofizikane në Universitetin Rice në Shtetet e Bashkuara, ka studiuar diskët protoplanetare përreth yjeve të rinj. Ajo ka përdorur atacama large milimeter Arrai, një teleskop gjigant në Kili, për të vëzhguar se si formohen planetet në kohë reale. Dhe ajo që ka gjetur është se të dy proceset mund të ndodhin. Në disa sisteme, ajo ka parë prova të akrecimit të bërthamës. Në të tjerë, ajo ka parë shenja të paqëndrueshmërisë gravitacionale. Kjo do të thotë se nuk ka një përgjigje të vetme. Planetet gjigant mund të formohen në mënyra të ndryshme. Dhe Jupiteri mund të jetë një rast hibrid. Një planet që filloi të formohet nga akrecimi i bërthamës, por që më pas kaloi nëpër procese që e shndërruan atë në diçka tjetër. Por çfarë procese? Çfarë mund të shndërrojë një bërtham të qartë në një bërtham të shpërndarë? Këtu hyn në lojë kolizionet. Simulimet kompjuterike tregojnë se në fazat e hershme të sistemit diellor, planetet nuk ishin në orbita të qëndrueshme. Ata lëviznin, migronin dhe shpesh përplaseshin me njëri tjetrin. Nëse Jupiteri u përplas me një planet tjetër gjigant, energjia e kolizionit do të ishte e mjaftueshme për të shkrirë bërthamën, për ta shpërndarë atë në pjesën tjetër të planetit. Por ka një problem me këtë skenar. Nëse kolizioni ishte aq i dhunshëm, atëherë pse Jupiteri ende ekziston? Pse nuk u shkatërrua plotësisht? Përgjigja mund të jetë se kolizioni nuk ishte frontal. Ishte një goditje anësore. Një përplasje që ishte mjaft e fortë për të shpërndarë bërthamën, por jo aq e fortë sa të shkatërrojë planetin. Ravid Heled ka simuluar këtë skenar. Ajo ka gjetur se një kolizion anësor me një planet me masë rreth 10 herë masa e Tokës do të ishte i mjaftueshëm për të krijuar një bërtham të shpërndarë. Dhe një kolizion i tillë nuk do të ishte i pazakont në fazat e hershme të sistemit diellor. Në fakt, ai do të ishte pothuajse i pashmangshëm. Por kjo ngre një pyetje tjetër. Nëse Jupiteri u përplas me një planet tjetër, ku është ai planet tani? Ku shkoi materiali i tij? Përgjigja mund të jetë se ai u përthith nga Jupiteri. Kur dy planet përplasen, nuk ka gjithmonë një shpërthim. Ndonjëherë ka një bashkim. Planeti më i vogël thithet nga planeti më i madh. Dhe materiali i tij shpërndahet në brendësi. Kjo do të shpjegonte pse Jupiteri ka aq shumë elemente të rënda. Pse përbërja e tij nuk përputhet me atë që do të pritej nga një planet që formuar vetëm nga gazi. Sepse ai ka thithur materiale nga planet të tjerë. Ka përthithur bërthama të tëra. Por kjo teori ka një implikacion shqetësues. Nëse Jupiteri ka thithur planet të tjerë, atëherë sistemi ynë diellor dikur kishte më shumë planet gjigant se sa ka tani.
Dhe kjo do të thotë se historia e sistemit ton është shumë më e dhunshme se sa menduam. Konstantin Batygin, astrofizikan në Institutin Teknologjik të Kalifornisë, ka propozuar se sistemi diellor dikur kishte 5 planet gjigantë. Planeti i 5 u hodh jashtë nga ndërveprimet gravitacionale me planetet e tjerë. Ai tani bredh në hapësirën ndërhyjore, një planet i vetmuar pa një yll. Kjo teori quhet hipoteza e planetit të 5. Dhe ajo shpjegon shumë nga veçoritë e çuditshme të sistemit ton diellor. Shpjegon pse orbitat e planetëve gjigant janë aq të shtrira. Pse Neptuni është më larg se sa do të pritej. Pse brezi i Kuiperit ka strukturën që ka. Por nëse kjo teori është e saktë, atëherë Jupiteri nuk është vetëm një mbijetues. Ai është një fitues. Ai është planeti që mbijetoi luftën e hershme të sistemit diellor. Që thithi rivalet e tij. Që u bë giganti që është sot. Dhe kjo na çon te një realizim i rëndësishëm. Jupiteri nuk është vetëm një planet. Ai është një arkiv. Një regjistër i historisë së sistemit diellor. Çdo shtresë e tij, çdo element i rënd, çdo anomali gravitacionale është një dëshmi e ngjarjeve që ndodhen miliarda vjet më parë. Por si mund ta lexojmë këtë arkiv? Si mund të dekriptojmë historinë që fshihet në brendësi të Jupiterit? Përgjigjja qëndron në seizmologji. Po, keni dëgjuar mirë. Seizmologji planetare. Ashtu si shkencëtarët përdorin tërmetet për të studiuar brendësinë e Tokës, ata mund të përdorin valë të ngjashme për të studiuar brendësinë e Jupiterit. Por Jupiteri nuk ka tërmete. Ai nuk ka një sipërfaqe të ngurtë që mund të dridhet. Pra si mund të bëjmë seizmologji në një planet gazi? Përgjigja është se Jupiteri ka oscilacione. Valë që udhëtojnë nëpër brendësinë e tij. Këto valë krijohen nga proceset e brendshme. Nga konveksioni. Nga rrjedhat. Nga ndërveprimet midis shtresave të ndryshme. Dhe këto valë mund të maten nga jashtë. Juno ka instrumente që mund të detektojnë këto oscilacione. Ajo mat ndryshimet e vogla në fushën gravitacionale. Ndryshimet në fushën magnetike. Ndryshimet në rrezatimin që vjen nga planeti. Dhe duke analizuar këto ndryshime, shkencëtarët mund të përcaktojnë se çfarë po ndodh në brendësi. Është si të dëgjosh zemrën e një planeti. Çdo rrahje, çdo pulsim, çdo ndryshim në ritëm na tregon diçka për strukturën e brendshme. Për proceset që po ndodhin. Për historinë që fshihet në thellësi. Johann Caspi ka përdorur këtë teknikë për të studiuar rrjedhat e brendshme të Jupiterit. Ai ka gjetur se ka oscilacione me periudha që variojnë nga disa orë deri në disa ditë. Këto oscilacione korrespondojnë me rrjedha në thellësi të ndryshme. Dhe duke analizuar frekuencat e tyre, ai ka qenë në gjendje të përcaktojë se sa thellë arrin rrjedhat. Por kjo është vetëm fillimi. Seizmologjia planetare është një fushë e re. Dhe ajo ka potencialin të na japë informacione që nuk mund t'i marrim në asnjë mënyrë tjetër. Ajo mund të na tregojë se çfarë ka në qendër të Jupiterit. Nëse ka një bërtham e ngurtë. Nëse ka shtresa të ndryshme. Nëse ka procese që ne nuk i kemi imagjinuar kurrë. Por për të arritur këtë, duhet të mbledhim më shumë të dhëna. Duhet të studiojmë Jupiterin për një kohë më të gjatë. Duhet të përdorim instrumente më të ndjeshme. Dhe duhet të zhvillojmë modele më të sofistikuara. Dhe kjo është pikërisht ajo që po ndodh. Misioni Juno është zgjatur disa herë. Ai tani do të vazhdojë deri në vitin 2025. Dhe çdo orbitë e re na jep të dhëna të reja. Çdo fluturim pranë planetit na jep një pamje më të qartë të brendësisë. Por Juno nuk është i vetmi. Ka plane për misione të reja. Misione që do të studiojnë jo vetëm Jupiterin, por edhe hënat e tij. Që do të kërkojnë shenja të jetës në Europë. Që do të studiojnë vulkanet e Ios, që do të eksplorojnë oqeanet e Ganymedit. Dhe çdo mision do të na japë copëza të reja të enigmës. Do të na ndihmojë të kuptojmë jo vetëm Jupiterin, por edhe sistemin diellor në tërësi. Sepse Jupiteri nuk është i izoluar. Ai është pjesë e një sistemi. Dhe çdo gjë që mësojmë për të na ndihmon të kuptojmë pjesën tjetër. Por le të kthehemi te konflikti qendror. Midis modelit të akrecimit të bërthamës dhe modelit të paqëndrueshmërisë gravitacionale. Midis idesë se Jupiteri u formua nga poshtë lart dhe idesë se ai u formua nga lart poshtë.
Të dhënat nga Juno nuk kanë zgjidhur këtë konflikt. Në fakt, ato e kanë bërë atë më të komplikuar. Sepse ato tregojnë se të dyja proceset mund të kenë luajtur një rol. Jupiteri mund të ketë filluar të formohet nga akrecimi i bërthamës. Por më pas, kolizionet dhe proceset e brendshme mund ta kenë shndërruar atë në diçka tjetër. Kjo do të thotë se pyetja e duhur nuk është cili model është i saktë. Pyetja e duhur është si ndërveprojnë këto procese. Si bashkë veprojnë. Si krijojnë planet me karakteristika unike. Dhe kjo është një ndryshim i rëndësishëm në mënyrën se si mendojmë për formimin e planetëve. Ne nuk po kërkojmë më një teori të vetme që shpjegon gjithçka. Po kërkojmë një kuptim më të thellë të proceseve komplekse që formësojnë planetët. Sepse universi nuk është i thjeshtë. Ai nuk ndjek rregulla të thjeshta. Ai është kompleks, kaotik, i paparashikueshëm. Dhe planetët që formohen në të janë pasqyra e kësaj kompleksiteti. Por kjo kompleksitet nuk është një pengesë. Është një mundësi. Sepse sa më kompleks të jetë sistemi, aq më shumë ka për të mësuar. Aq më shumë ka për të zbuluar. Dhe Jupiteri, me të gjithë kompleksitetin e tij, është një burim i pafund zbulimesh. Çdo të dhënë e re nga Juno na jep një copës tjetër të enigmës. Çdo analizë e re na çon më afër kuptimit. Por kuptimi nuk vjen lehtë. Ai kërkon kohë. Kërkon durim. Kërkon bashkëpunim midis shkencëtarëve nga e gjithë bota. Sepse asnjë person, asnjë institucion, asnjë vend nuk mund ta zgjidhë vetëm këtë enigmë. Dhe kjo është bukuria e shkencës moderne. Ajo është një përpjekje globale. Një bashkëpunim midis mijëra njerëzve që punojnë drejt një qëllimi të përbashkët. Që ndajnë të dhënat. Që diskutojnë idetë. Që sfidojnë njëri tjetrin. Që mësojnë nga njëri tjetri. Dhe në këtë proces, ne po ndërtojmë një kuptim më të thellë të universit. Një kuptim që nuk bazohet në besime. Që nuk bazohet në dogma. Por që bazohet në prova. Në të dhëna. Në eksperimente. Por edhe me të gjitha këto të dhëna, edhe me të gjithë këtë kuptim, ka ende pyetje që nuk mund t'i përgjigjemi. Pyetje që ndoshta nuk do të mund t'i përgjigjemi kurrë. Dhe një nga këto pyetje është kjo: a është Jupiteri unik? Ne e dim se ka mijëra egzoplanete. Shumë prej tyre janë gjigant gazi si Jupiteri. Por a janë ata si Jupiteri ynë? A kanë ato bërthama të shpërndara? A kanë ato histori të dhunshme? Apo se cili planet është krejtësisht unik? Për të përgjigjur në këtë pyetje, duhet të studiojmë egzoplanetet me të njëjtën detaj që po studiojmë Jupiterin. Por kjo është jashtëzakonisht e vështirë. Egzoplanetet janë shumë larg. Ne nuk mund të dërgojmë sonda pranë tyre. Nuk mund t'i studiojmë me të njëjtën detaj. Por mund të përdorim teknika të tjera. Mund të studiojmë dritën që vjen nga yjet e tyre. Mund të masim ndryshimet e vogla në lëvizjen e yjeve. Mund të analizojmë atmosferat e egzoplaneteve kur ato kalojnë përpara yjeve të tyre. Dhe këto teknika po përmirësohen çdo vit. Teleskopi James Webb po na jep të dhëna që nuk mund t'i imagjinonim vetëm disa vjet më parë. Ai po mat përbërjen kimike të atmosferave të egzoplaneteve. Po kërkon shenja të ujit, të metanit, të gazrave që mund të tregojnë praninë e jetës. Por edhe me të gjitha këto të dhëna, ne ende nuk mund të shohim në brendësi të egzoplaneteve. Nuk mund të përcaktojmë nëse ato kanë bërthama të shpërndara. Nuk mund të studiojmë strukturën e tyre të brendshme. Pra si mund ta bëjmë këtë? Përgjigja mund të jetë në statistikë. Nëse studiojmë mjaft egzoplanete, mund të fillojmë të shohim modele. Mund të përcaktojmë se cilat karakteristika janë të zakonshme dhe cilat janë të rralla. Mund të ndërtojmë një kuptim statistikor të asaj që është normale për një planet gjigant. Dhe kur kemi këtë kuptim, mund ta krahasojmë me Jupiterin. Mund të përcaktojmë nëse ai është tipik apo i pazakon. Nëse ai përfaqëson rregullin apo përjashtimin. Por kjo kërkon kohë. Kërkon të dhëna nga mijëra egzoplanete. Kërkon instrumente më të mira. Kërkon modele më të sofistikuara. Dhe kjo është arsyeja pse studimi i Jupiterit është aq i rëndësishëm. Sepse ai është planeti i vetëm gjigant që mund ta studiojmë me detaje. Ai është laboratori ynë. Vendi ku mund të testojmë teoritë tona.
ku mund të zhvillojmë metodat tona, ku mund të mësojmë se si funksionojnë planetët gjigantë. Dhe çdo gjë që mësojmë për Jupiterin na ndihmon të kuptojmë egzoplanetet. Çdo zbulim që bëjmë këtu na jep mjete për të interpretuar të dhënat që marrim nga aty. Por le të kthehemi te një nga zbulimet më të çuditshme të Junos, një zbulim që lidhet me vetë natyrën e materisë. Brenda Jupiterit, në thellësi rreth 20.000 kilometra, presioni është aq i madh sa që hidrogjeni ndryshon gjendje. Ai bëhet metal. Jo një metal si ata që njohim, por një gjendje e çuditshme ku elektronet janë të lira të lëvizin. Kjo gjendje quhet hidrogjeni metalik. Dhe ajo është një nga gjendjet më egzotike të materisë në univers. Ajo ekziston vetëm në kushte ekstreme, në brendësi të planetëve gjigantë, në qendër të yjeve, në laborator ku shkencëtarët mund të krijojnë presione të jashtëzakonshme për një kohë shumë të shkurtër. Por në Jupiterin, hidrogjeni metalik ekziston në sasi të mëdha. Ka një oqean të tërë prej tij. Një oqean që shtrihet për 10 mijëra kilometra, që përmban më shumë masë se sa të gjitha planetet e brendshëm të sistemit diellor së bashku. Dhe ky oqean nuk është statik. Ai lëviz, rrjedh, krijon rrymë. Dhe këto rrymë krijojnë fushën magnetike të Jupiterit. Fusha magnetike e Jupiterit është një nga fenomenet më të fuqishme në sistemin diellor. Ajo është 20.000 herë më e fortë se fusha magnetike e Tokës. Ajo shtrihet për miliona kilometra në hapësirë. Ajo kap grimca të ngarkuara nga era diellore. Ajo krijon rrezatim aq të fortë sa që mund të dëmtojë instrumentet elektronike. Por kjo fushë magnetike nuk është e qëndrueshme. Ajo ndryshon. Lëviz. Ka zona ku ajo është më e fortë, zona ku ajo është më e dobët. Dhe këto zona lëvizin me kalimin e kohës. Juno ka hartuar fushën magnetike të Jupiterit me detaje të paparë. Ajo ka zbuluar se ka një zonë në hemisferën veriore ku fusha është veçanërisht e fortë. Kjo zonë quhet Great Blue Spot. Jo sepse është blu në ngjyrë, por sepse në hartat magnetike ajo shfaqet me ngjyrë blu. Dhe kjo zonë po lëviz. Ajo po drifton drejt perëndimit me shpejtësi rreth 4 cm në sekondë. Kjo mund të mos duket shumë, por në shkallën e një planeti gjigant është një lëvizje e konsiderueshme. Por çfarë shkakton këtë lëvizje? Çfarë po ndodh në brendësi të Jupiterit që krijon këtë anomali magnetike? Përgjigjja mund të jetë në rrjedhat e hidrogjenit metalik. Nëse ka një rrjedhë e madhe që lëviz në një drejtim të caktuar, ajo do të krijojë një fushë magnetike më të fortë në atë zonë. Dhe nëse kjo rrjedhë po lëviz, fusha magnetike gjithashtu do të lëviz. Por kjo ngre një pyetje tjetër. Çfarë po drejton këtë rrjedhë? Çfarë po e bën atë të lëviz? Një mundësi është se ajo drejtohet nga nxehtësia e brendshme. Jupiteri ende po lëshon më shumë energji se sa merr nga dielli. Kjo energji vjen nga kontraktimi i ngadalt i planetit, nga proceset e brendshme që ende nuk i kuptojmë plotësisht. Dhe kjo energji krijon konveksion. Materiali i nxehtë ngjitet. Materiali i ftohtë zbret. Dhe në procesin krijohen rrjedha. Rrjedha që transportojnë energji, që transportojnë material, që krijojnë fusha magnetike. Por ka edhe një mundësi tjetër. Një mundësi që është edhe më e çuditshme. Çfarë nëse lëvizja e Great Blue Spot lidhet me bërthamën e shpërndar? Nëse bërthama po shpërndahet, nëse materiali i rënd po ngrihet nga qendra drejt sipërfaqes, atëherë kjo do të krijonte rrjedha të veçanta. Rrjedha që nuk do të ishin simetrike, që do të kishin modele komplekse, që do të krijonin anomali magnetike. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë Great Blue Spot nuk është vetëm një kuriozitet. Është një dritare në proceset e brendshme. Një mënyrë për të studiuar atë që po ndodh në thellësi që ne nuk mund t'i shohim drejt për drejt. Kjo është fuqia e studimit të fushave magnetike. Ato na japin informacione për procese që ndodhin thellë në brendësi. Procese që nuk mund t'i studiojmë në asnjë mënyrë tjetër. Por fusha magnetike e Jupiterit nuk ndikon vetëm planetin. Ajo ndikon edhe hënat. Veçanërisht ion, hënën më të brendshme të galileanëve. Io është hëna më vulkanike aktive në sistemin diellor. Ajo ka qindra vulkane që shpërthejnë vazhdimisht, që hedhin material në hapësirë.
që krijojnë një unas të tërë materiali përreth Jupiterit. Por çfarë e bën jon aq aktive? Përgjigja është forcat e baticës. Graviteti i Jupiterit e shtrydh dhe e tërheq jon dhe kjo krijon nxehtësi të brendshme. Nxehtësi që shkrin shkëmbinj, që krijon magmë, që ushqen vulkanet. Por ka edhe një faktor tjetër. Fusha magnetike e Jupiterit. Iu lëviz nëpër këtë fushë. Dhe ndërsa lëviz, ajo krijon rrymë elektrike. Rrymë që nxejnë sipërfaqen, që kontribuojnë në aktivitetin vulkanik. Kjo ndërveprim midis Jupiterit dhe Ios është një nga sistemet më komplekse në sistemin diellor. Është një shembull i përsosur se si gjithçka është e lidhur. Se si një planet mund të ndikojë në hënat e tij. Se si proceset në një vend krijojnë efekte në vende të tjera. Dhe kjo na kujton se sistemi diellor nuk është një koleksion objektesh të izoluara. Është një sistem. Një rrjet ndërveprimesh. Një vend ku gjithçka ndikon në gjithçka tjetër. Por le të kthehemi te pyetja qendrore. Çfarë fshihet në brendësi të Jupiterit? Tani, pas të gjitha këtyre të dhënave, pas të gjitha këtyre zbulimeve, mund të japim një përgjigje. Por kjo përgjigje nuk është e thjeshtë. Nuk është një fjali e vetme. Është një histori komplekse. Në brendësi të Jupiterit fshihet një bërtham e shpërndar. Një bërtham që dikur mund të ketë qenë e qartë, por që tani është e përzier me pjesën tjetër të planetit. Kjo bërtham përmban shkëmbinj dhe akull. Elemente të rënda që u formuan në fazat e hershme të sistemit diellor. Përreth kësaj bërtham ka një oqean të hidrogjenit metalik. Një gjendje egzotike e materjes që ekziston vetëm në kushte ekstreme. Ky oqean lëviz. Rrjedh. Krijon fushën magnetike më të fuqishme në sistemin diellor. Mbi këtë oqean ka shtresa të hidrogjenit molekular. Shtresa ku presioni zvogëlohet gradualisht. Ku hidrogjeni kalon nga gjendja metalike në gjendje gazore. Ku ka zona tranzicioni që veprojnë si filtra. Dhe në sipërfaqe ka atmosfera. Një atmosferë e turbullt me stuj që zgjatin shekuj. Me rrjedha që lëvizin me shpejtësi qindra metra në sekondë. Me modele që ndryshojnë vazhdimisht. Por kjo nuk është gjithçka. Sepse Jupiteri nuk është statik. Ai po ndryshon. Bërthama po shpërndahet. Rrjedhat po evoluojnë. Fusha magnetike po lëviz. Planeti po na tregon se edhe gjigantët më të mëdhenj janë në ndryshim të vazhdueshëm. Dhe kjo është mësimi më i rëndësishëm. Universi nuk është i ngrirë në kohë. Ai është dinamik. Gjithçka po ndryshon. Gjithçka po evoluon. Dhe ne jemi dëshmitar të këtij evolucioni. Por ka edhe diçka tjetër që fshihet në brendësi të Jupiterit. Diçka që nuk mund ta masim me instrumente. Diçka që nuk mund ta shohim në të dhëna. Fshihet një histori. Historia e sistemit ton diellor. Historia e formimit të planeteve. Historia e dhunës dhe kaosit që krijoi botën që njohim sot. Çdo element i rënd në Jupiterin është një dëshmi e kësaj historie. Çdo anomali gravitacionale është një gjurmë e ngjarjeve të lashta. Çdo ndryshim në fushën magnetike është një pasqyrim i proceseve që ende po ndodhin. Dhe duke studiuar Jupiterin, ne po lexojmë këtë histori. Po dekriptojmë të kaluarën. Po kuptojmë se si arritëm këtu. Se si sistemi ynë diellor u bë ajo që është sot. Por kjo histori nuk ka përfunduar. Ajo ende po shkruhet. Sepse Jupiteri ende po ndryshon. Sistemi diellor ende po evoluon. Dhe ne jemi pjesë e kësaj historie. Ne nuk jemi vetëm vëzhgues. Ne jemi pjesëmarrës. Sepse duke studiuar Jupiterin, ne po ndryshojmë mënyrën se si e kuptojmë universin. Po ndryshojmë mënyrën se si e shohim vendin ton në të. Po ndryshojmë veten ton. Dhe kjo është fuqia e shkencës. Ajo nuk na jep vetëm njohuri. Ajo na transformon. Na bën të mendojmë ndryshe. Të shohim ndryshe. Të jemi ndryshe. Por udhëtimi nuk ka përfunduar. Ka ende shumë për të zbuluar. Shumë për të mësuar. Shumë pyetje për t'u përgjigjur. Dhe ndërsa vazhdojmë këtë udhëtim, ndërsa zhytemi më thellë në misteret e Jupiterit, ne po zbulojmë jo vetëm për planetin më të madh në sistemin ton. Po zbulojmë për veten ton.
për vendin tonë në univers, për natyrën e realitetit. Sepse në fund, shkenca nuk është vetëm për të kuptuar botën përreth nesh. Është për të kuptuar veten tonë. Për të kuptuar se kush jemi. Nga vim. Ku po shkojmë. Dhe Jupiteri, me të gjitha misteret e tij, është një pasqyrë në të cilën mund të shohim pasqyrimin tonë. Një pasqyrë që na tregon se jemi pjesë e diçkaje shumë më të madhe. Diçkaje që shtrihet përtej planetit tonë. Përtej sistemit tonë diellor. Përtej galaktikës sonë. Jemi pjesë e universit. Dhe universi është pjesë e nesh. Por të gjitha këto të dhëna, të gjitha këto zbulime, të gjitha këto teori, na çojnë te një pyetje që shkenca nuk guxon ta bëjë me zë të larë. Një pyetje që e bën të gjithë ndërtesën tonë shkencore të duket befas e brish. Çfarë nëse gjithçka që po shohim në Jupiterin nuk është një përjashtim? Çfarë nëse është rregull? Imagjinoni këtë. Jeni duke qëndruar në një shkëmb në mes të një oqeani. Valët godasin shkëmbin. Ju i shihni ato. I matni ato. I kuptoni ato. Dhe pastaj, për një moment, ulja e baticës zbulon fundin. Dhe ajo që shihni atje nuk është ajo që pritet. Nuk është rërë. Nuk është shkëmb. Është një strukturë. Diçka që nuk duhet të jetë atje. Diçka që ndryshon gjithçka që mendonit se dinit për oqeanin. Kjo është ajo që Juno bëri me Jupiterin. Ajo zbuloi fundin. Dhe ajo që gjetëm atje po na detyron të rishikojmë jo vetëm Jupiterin, por çdo gjigant gazi që kemi studiuar ndonjëherë. Çdo egzoplanet që kemi zbuluar. Çdo teori që kemi ndërtuar për formimin e planetëve. Sepse nëse bërthama e Jupiterit është e shpërndar, nëse ajo nuk është një sferë e qartë e shkëmbinjve dhe akullit, atëherë modelet tona themelore janë gabim. Modelet që kemi përdorur për të parashikuar se si formohen planetët. Modelet që kemi përdorur për të interpretuar të dhënat nga egzoplanetet. Modelet që kemi përdorur për të kuptuar sistemin ton diellor. Të gjitha këto modele fillojnë me një supozim të thjeshtë. Planetet gjigant formohen duke grumbulluar së pari një bërtham të ngurtë. Kjo bërtham pastaj tërheq gaz nga disku përreth. Dhe kështu krijohet një planet gjigant me një bërtham të qartë në qendër dhe shtresa gazi përreth. Por Jupiteri po na tregon se kjo nuk është e vërtetë. Ose të paktën, nuk është gjithmonë e vërtetë. Dhe nëse nuk është e vërtetë për Jupiterin, pse do të ishte e vërtetë për planetë të tjerë? Jan Alibert, astrofizikan në Universitetin e Bernës në Zvicër, ka kaluar vitet e fundit duke rishikuar modelet e formimit të planetëve në dritën e të dhënave të Junos. Puna e tij ka çuar në një përfundim shqetësues. Modelet e vjetra nuk funksionojnë. Ato nuk mund të shpjegojnë atë që po shohim. Duhet të ndërtojmë modele të reja. Modele që lejojnë bërthama të shpërndara. Modele që lejojnë kolizione gjigante. Modele që lejojnë kaos. Por këtu vjen pjesa e vështirë. Këto modele të reja janë shumë më komplekse. Ato kanë shumë më shumë parametra. Shumë më shumë mundësi. Dhe kjo do të thotë se ato janë shumë më pak parashikuese. Kur kemi një model të thjeshtë, mund të bëjmë parashikime të qarta. Mund të themi se nëse shohim këtë, atëherë duhet të shohim atë. Por kur modeli bëhet kompleks, kur ka dhjetëra parametra që mund të ndryshojnë, parashikimet bëhen të paqarta. Bëhen të dy kuptimta. Dhe kjo është një problem themelor në shkencë. Ne duam modele të thjeshta. Modele që shpjegojnë shumë me pak. Por natyra nuk është gjithmonë e thjeshtë. Ndonjëherë ajo është komplekse. Kaotike. E paparashikueshme. Dhe Jupiteri po na tregon se formimi i planetëve është një nga ato procese komplekse. Nuk ka një recetë të vetme. Nuk ka një rrugë të vetme. Çdo sistem planetar ka historinë e vet. Çdo planet gjigant është unik. Por le të shkojmë më thellë. Sepse ka diçka edhe më shqetësuese në të dhënat e Junos, diçka që lidhet me vetë natyrën e kohës dhe hapësirës. Kur Juno mat graviteti e Jupiterit, ajo në të vërtetë po mat se si planeti përkul hapësirën përreth tij. Sipas teorisë së relativitetit të përgjithshëm të Einsteinit, masa përkul hapësirën dhe kohën. Sa më e madhe masa, aq më e madhe përkulshmëria. Dhe Jupiteri, duke qenë planeti më i madh në sistemin ton, krijon një përkulshmëri të konsiderueshme.
Por këtu vjen pjesa interesante. Përkulshmëria nuk varet vetëm nga masa totale. Ajo varet edhe nga shpërndarja e masës. Një sferë e ngurtë me masë të përqendruar në qendër krijon një lloj përkulshmërie. Një sferë me masë të shpërndar krijon një lloj tjetër. Dhe ajo që Juno ka matur është se përkulshmëria e krijuar nga Jupiteri nuk përputhet me atë që do të krijonte një sferë me bërtham të qartë. Ajo përputhet me një shpërndarje më komplekse. Një shpërndarje që sugjeron se masa është e përzierë në mënyra që ne nuk i kuptojmë plotësisht. Kjo do të thotë se Jupiteri nuk është vetëm duke na treguar për formimin e planetëve. Ai është duke na treguar për vetë natyrën e materjes në kushte ekstreme. Për atë që ndodh kur presioni bëhet aq i madh sa që rregullat normale të fizikës nuk vlen më. Dhe këtu hym në territorin ku shkenca fillon të bëhet filozofi. Sepse çfarë do të thotë të kuptosh diçka kur kushtet janë aq ekstreme sa që nuk mund t'i riprodhosh në laborator? Çfarë do të thotë të testosh një teori kur eksperimenti i vetëm që ke është një planet gjigant që ndodhet në qindra miliona kilometra larg? Kjo është sfida me të cilën përballen shkencëtarët planetar. Ata nuk mund të shkojnë në Jupiterin. Nuk mund ta prekin atë. Nuk mund të marrin mostra. Gjithçka që kanë janë të dhëna nga distanca. Matje të graviteti. Matje të fushës magnetike. Imazhe të atmosferës. Dhe nga këto të dhëna, ata duhet të ndërtojnë një pamje të plotë të asaj që po ndodh në brendësi. Duhet të imagjinojnë procese që nuk kanë parë kurrë. Duhet të besojnë në ligje fizike që nuk kanë testuar kurrë në kushte të tilla. Kjo është shkenca në skajin e saj. Shkenca ku besimi dhe imagjinata luajnë një rol po aq të madh sa matematika dhe matjet. Por le të kthehemi te diçka më konkrete. Te diçka që mund ta prekësh. Te hënat e Jupiterit. Europa, hëna e dytë më e madhe e galileanëve, ka një sipërfaqe të mbuluar me akull. Por nën këtë akull, shkencëtarët besojnë se ka një oqean. Një oqean i ujit të lëngshëm që mund të jetë 2 herë më i madh se të gjithë oqeanet e tokës së bashku. Ky oqean mbahet i lëngshëm nga nxehtësia e krijuar nga forcat e baticës. Forcat që vijnë nga graviteti i Jupiterit. Por ka diçka tjetër që e bën këtë oqean interesant. Diçka që lidhet me vetë mundësinë e jetës. Në fundin e oqeaneve të tokës, në thellësi ku drita e diellit nuk arrin kurrë, ka ekosisteme të tëra që jetojnë përreth ventave hidrotermale. Këto venta lëshojnë ujë të nxehtë të pasur me minerale. Dhe përreth tyre, bakteret përdorin këto minerale për të prodhuar energji. Dhe këto baktere mbështesin një zinxhir ushqimor të tërë. Krustace, molusqe, peshq, jeta që nuk varet nga dielli. Jeta që merr energji nga proceset kimike në brendësi të planetit. Dhe nëse kjo mund të ndodhë në tokë, pse nuk mund të ndodhë në Europë? Nëse Europa ka një oqean. Nëse ky oqean ka venta hidrotermale. Nëse ka minerale. Atëherë mund të ketë jetë. Por kjo nuk është vetëm spekulim. Ka prova. Teleskopi Hubble ka vëzhguar shtylla uji që shpërthejnë nga sipërfaqja e Europës. Shtylla që arrin lartësi deri në 200 kilometra. Shtylla që vijnë nga oqeani i brendshëm. Dhe kjo do të thotë se ne nuk duhet të shpojmë nëpër akull për të arritur në oqean. Mund të fluturojmë nëpër këto shtylla. Mund të mbledhim mostra. Mund të kërkojmë shenja të jetës. Kjo është ajo që do të bëjë misioni Europa Clipper. Ai do të fluturojë nëpër këto shtylla. Do të analizojë përbërjen e tyre. Do të kërkojë molekula organike. Do të kërkojë shenja të proceseve biologjike. Dhe nëse gjen diçka, nëse gjen edhe shenjën më të vogël të jetës, kjo do të ndryshojë gjithçka. Sepse do të thotë se jeta nuk është e kufizuar në tokë. Ajo mund të ekzistojë në vende që ne nuk i kemi konsideruar kurrë si të banueshme. Por le të jemi të sinqertë. Le të themi atë që shumica e shkencëtarëve nuk guxojnë ta thonë me zë të lartë. Ne nuk e dim nëse ka jetë në Europë. Ne nuk e dim nëse oqeani i Europës ka kushtet e duhura. Ne nuk e dim nëse jeta mund të fillojë në një vend të tillë. Gjithçka që kemi janë shpresa dhe analogji. Shpresa se nëse ndodhi në tokë, mund të ndodhë edhe diku tjetër. Analogji me ekosisteme të thella oqeanike. Por universi nuk është i detyruar të përsërisë veten. Ajo që ndodhi në tokë mund të ketë qenë një aksident.
Një kombinim I rrallë I kushteve që nuk përsëritet lehtësisht. Dhe kjo është e vërteta e vështirë që shkenca duhet ta pranojë. Ne nuk e dim. Ne nuk mund të dim derisa të shkojmë atje. Derisa të shikojmë. Derisa të testojmë. Por edhe kjo mosnjohje është e vlefshme. Sepse ajo na mban të sinqertë. Na kujton se shkenca nuk është për të pasur përgjigje për gjithçka. Është për të bërë pyetjet e duhura. Për të pranuar kur nuk dim. Për të qenë të hapur ndaj mundësive. Dhe kjo na çon te një realizim I rëndësishëm. Një realizim që lidhet me vetë natyrën e njohurisë. Ne jetojmë në një kohë kur kemi më shumë informacion se kur më parë. Kemi teleskop që shikojnë miliarda vjet dritë larg. Kemi sonda që eksplorojnë planetë të tjerë. Kemi kompjuter që mund të simulojnë universin e tërë. Por sa më shumë që mësojmë, aq më shumë kuptojmë se sa pak e dim. Çdo përgjigje krijon 10 pyetje të reja. Çdo zbulim hap 10 misteri të reja. Dhe Jupiteri është një shembull I përsosur I kësaj. Para Junos, mendonim se e kuptonim Jupiterin. Mendonim se e dinim se si ishte formuar. Se si funksiononte. Se çfarë kishte në brendësi. Por Juno na tregoi se gabuam. Ose të paktën se historia ishte shumë më komplekse se sa mendonim. Dhe kjo nuk është një dështim I shkencës. Kjo është suksesi I saj. Sepse shkenca nuk është për të qenë gjithmonë e saktë. Është për të qenë gjithmonë e hapur për të mësuar. Për të ndryshuar. Për të evoluar. Por le të shkojmë edhe më thellë. Sepse ka një dimension tjetër të kësaj historie. Një dimension që lidhet me vetë natyrën e realitetit. Kur shikojmë Jupiterin, çfarë po shohim në të vërtetë? Po shohim dritë që ka udhëtuar për 10 minuta nëpër hapësirë. Dritë që është reflektuar nga sipërfaqja e planetit. Dritë që ka kaluar nëpër atmosferën e tokës. Që ka hyrë në teleskopët tanë. Që është konvertuar në sinjale elektronike. Që është përpunuar nga kompjuter. Që është shfaqur në ekrane. Ajo që po shohim nuk është Jupiteri. Është një përfaqësim I Jupiterit. Një interpretim. Një model. Dhe ky model varet nga instrumentet që përdorim. Nga algoritmet që përdorim. Nga teoritë që përdorim për të interpretuar të dhënat. Nëse ndryshojmë instrumentet, modeli ndryshon. Nëse ndryshojmë algoritmet, modeli ndryshon. Nëse ndryshojmë teoritë, modeli ndryshon. Kështu që çfarë është e vërtetë? Çfarë është reale? Kjo është një pyetje që filozofët kanë bërë për mijëra vjet. Por tani, shkenca po e bën atë në një kontekst të ri. Në kontekstin e studimit të objekteve që janë aq të largëta, aq të mëdha, aq komplekse, saqë nuk mund t'i përjetojmë drejt për drejt. Dhe përgjigja nuk është e thjeshtë. Realiteti nuk është diçka që ekziston pavarësisht nga ne. Realiteti është diçka që ne ndërtojmë. Që ne interpretojmë. Që ne krijojmë nëpërmjet procesit të vëzhgimit dhe matjes. Kjo nuk do të thotë se Jupiteri nuk ekziston. Ai ekziston. Por mënyra se si ne e kuptojmë atë, mënyra se si e përshkruajmë atë, mënyra se si e modelojmë atë, është një krijim I jon. Dhe kjo është një realizim I fuqishëm. Sepse na tregon se shkenca nuk është për të zbuluar një të vërtetë absolute. Është për të ndërtuar modele gjithnjë e më të mira. Modele që shpjegojnë më shumë. Që parashikojnë më saktë. Që na lejojnë të ndërveprojmë me botën në mënyra të reja. Por le të kthehemi te Jupiteri. Sepse ka ende një pyetje që nuk e kemi prekur. Një pyetje që është ndoshta më e rëndësishmja. Çfarë do të ndodhë me Jupiterin në të ardhmen? Ne e dim se ai po ndryshon. Bërthama po shpërndahet. Rrjedhat po evoluojnë. Fusha magnetike po lëviz. Por ku po shkon gjithë kjo? Cili është fundi I kësaj historie? Një mundësi është se Jupiteri do të vazhdojë të shpërndajë bërthamën derisa të bëhet krejtësisht I homogjen. Derisa të mos ketë më shtresa të qarta. Derisa të jetë vetëm një sferë e madhe e hidrogjenit dhe heliumit me elemente të rënda të përziera në mënyrë uniforme. Por kjo do të merrte kohë. Shumë kohë. Miliarda vjet. Ndoshta më shumë se sa do të jetojë dielli. Një mundësi tjetër është se procesi do të ngadalësohet. Se do të arrijë një ekuilibër.
Se Jupiteri do të gjejë një gjendje të qëndrueshme ku shpërndarja e bërthamës ndalon. Por ne nuk e dim. Nuk kemi modele të mjaftueshme. Nuk kemi të dhëna të mjaftueshme. Nuk kemi kohë të mjaftueshme për të vëzhguar. Gjithçka që mund të bëjmë është të spekulojmë. Të ndërtojmë skenar. Të shikojmë se çfarë thon ligjet e fizikës. Por ligjet e fizikës nuk japin përgjigje të qarta. Ato japin mundësi, probabilitete, jo sigurinë. Dhe kjo është një tjetër mësim i rëndësishëm. Universi nuk është deterministik. Nuk ka një të ardhme të vetme të paracaktuar. Ka shumë të ardhmera të mundshme. Dhe cila do të realizohet varet nga faktorë që ne nuk mund t'i kontrollojmë. Që ndoshta nuk mund t'i kuptojmë plotësisht. Por ka edhe një dimension tjetër të kësaj pyetjeje. Një dimension që lidhet me ne. Çfarë do të ndodhë me njerëzimin në të ardhmen? A do të jemi ende këtu për të parë se çfarë ndodh me Jupiterin? A do të kemi ende teleskop dhe sonda? A do të kemi ende shkencëtarë që studiojnë planetet? Apo do të jemi zhdukur? Shkatëruar nga ndryshimet klimatike? Nga luftërat? Nga një asteroid që nuk e pam duke ardhur? Këto nuk janë pyetje teorike. Ato janë reale. Ato janë urgjente. Sepse nëse nuk kujdesemi për planetin ton, nëse nuk mbrojmë qytetërimin ton, atëherë të gjitha këto zbulime, të gjitha këto njohuri, të gjitha këto pyetje do të humbasin. Dhe kjo do të ishte një tragjedi. Jo vetëm për ne, por për universin. Sepse sa e dim, ne jemi të vetmit që po bëjnë këto pyetje. Të vetmit që po përpiqen të kuptojnë. Të vetmit që po shikojnë yjet dhe po pyesin pse. Nëse ne zhdukem, këto pyetje do të mbeten pa përgjigje. Universi do të vazhdojë të ekzistojë. Por askush nuk do të jetë atje për ta kuptuar atë. Dhe kjo është përgjegjësia jonë. Jo vetëm të studiojmë universin, por të sigurohemi që ka dikush që do të vazhdojë ta studiojë atë. Që do të vazhdojë të bëjë pyetje. Që do të vazhdojë të kërkojë përgjigje. Por le të kthehemi te Jupiteri për një moment të fundit. Sepse ka diçka që duhet thënë. Diçka që lidhet me vetë bukurinë e shkencës. Kur shikojmë Jupiterin nëpërmjet një teleskopi, shohim një disk të bardhë me shiri të kuq dhe kafe. Shohim njollën e madhe të kuqe. Shohim hënat që rrotullohen përreth. Është bukur. Por është vetëm një pamje sipërfaqësore. Kur fillojmë të studiojmë Jupiterin me instrumente shkencore, kur fillojmë të matim graviteti, fushën magnetike, përbërjen kimike, bukuria thellohet. Sepse fillojmë të shohim kompleksitetin. Fillojmë të shohim proceset dinamike. Fillojmë të shohim historinë. Dhe kjo është bukuria e vërtetë e shkencës. Ajo nuk e shkatëron mrekullimin. Ajo e thellohet atë. Ajo na tregon se universi është edhe më i mrekullueshëm se sa duket në sipërfaqe. Çdo zbulim e bën Jupiterin më interesant. Çdo mister e bën atë më magjepsës. Çdo pyetje e bën atë më të bukur. Dhe kjo është arsyeja pse ne vazhdojmë. Pse dërgojmë sonda. Pse ndërtojmë teleskop. Pse kalojmë jetën duke studiuar planet që nuk do t'i vizitojmë kurrë. Sepse bukuria e njohurisë është e pakrahasueshme. Kënaqësia e kuptimit është e pashpjegueshme. Gëzimi i zbulimit është i papërsëritshëm. Dhe Jupiteri, me të gjitha misteret e tij, me të gjitha kompleksitetet e tij, me të gjitha pyetjet e tij, është një burim i pafund i kësaj bukurie. Por tani, ndërsa po i afrohemi fundit të kësaj pjese të udhëtimit ton, duhet të pranojmë diçka. Duhet të jemi të sinqertë për kufizimet tona. Ne nuk e dim çfarë fshihet në brendësi të Jupiterit. Jo plotësisht. Jo me siguri. Kemi të dhëna. Kemi teori. Kemi modele. Por të gjitha këto janë të papërfunduara. Të gjitha këto janë të përkohshme. Të gjitha këto do të ndryshojnë me të dhënat e reja. Dhe kjo është në rregull. Kjo është mënyra se si funksionon shkenca. Ajo nuk jep përgjigje përfundimtare. Ajo jep përgjigje të përkohshme që përmirësohen vazhdimisht. Por ka diçka që e dim me siguri. Diçka që të dhënat na kanë treguar përsëri e përsëri. Universi është më i çuditshëm se sa mund ta imagjinojmë. Është më kompleks se sa mund ta modelojmë. Është më i bukur se sa mund ta përshkruajmë.
Dhe Jupiteri është një dëshmi e kësaj. Një dëshmi që rri atje në qiellin e natës. Një dëshmi që na kujton se ka ende shumë për të zbuluar. Shumë për të mësuar. Shumë për të kuptuar. Dhe ndërsa vazhdojmë këtë udhëtim, ndërsa vazhdojmë të studiojmë këtë planet gjigant, ne nuk po zbulojmë vetëm për Jupiterin. Po zbulojmë për veten tonë. Për vendin tonë në univers. Për natyrën e njohurisë. Për kufirin midis asaj që dim dhe asaj që nuk dim. Sepse në fund, shkenca nuk është vetëm për të kuptuar botën përreth nesh. Është për të kuptuar kufizimet tona. Për të pranuar mosnjohjen tonë. Për të qenë të përullur përpara kompleksitetit të universit. Dhe kjo përullësi nuk është dobësi. Është forcë. Sepse vetëm kur pranojmë se nuk dim, mund të fillojmë të mësojmë me të vërtetë. Vetëm kur pranojmë se modelet tona janë të papërfunduara, mund t'i përmirësojmë ato. Vetëm kur pranojmë se universi është më i madh se ne, mund të fillojmë ta çmojmë atë me të vërtetë. Dhe Jupiteri, me bërthamën e tij të shpërndar, me fushën e tij magnetike në ndryshim, me hënat e tij që mund të kenë jetë, është një mësues i përsosur i kësaj përullësie. Ai na tregon se edhe kur mendojmë se e dim diçka, universi mund të na befasojë. Mund të na tregojë se gabuam. Mund të na detyrojë të mendojmë përsëri. Dhe kjo është dhurata më e madhe që shkenca mund të na japë. Jo përgjigjet, por mundësinë për të qenë të gabuar. Mundësinë për të mësuar. Mundësinë për të rritur. Sepse në fund, ne nuk jemi vetëm vëzhgues të universit. Ne jemi pjesë e tij. Dhe duke studiuar universin, ne po studiojmë veten tonë. Duke kuptuar universin, ne po kuptojmë veten tonë. Duke çmuar universin, ne po çmojmë veten tonë. Dhe kjo është arsyeja pse Jupiteri është më shumë se një planet. Ai është një pasqyrë. Një pasqyrë në të cilën mund të shohim pasqyrimin tonë. Një pasqyrë që na tregon se jemi të vegjël, por gjithashtu të rëndësishëm. Të kufizuar, por gjithashtu të pafund. Sepse ne jemi ata që bëjnë pyetjet. Ata që kërkojnë përgjigjet. Ata që ndërtojnë teleskopët dhe dërgojnë sondat. Ata që studiojnë të dhënat dhe ndërtojnë modelet. Ne jemi ata që e bëjnë universin të vetëdijshëm për veten e tij. Dhe kjo është një përgjegjësi e jashtëzakonshme. Por gjithashtu një privilegj i jashtëzakonshëm. Sepse sa e dim, ne jemi të vetmit. Të vetmit që po shikojnë. Të vetmit që po pyesin. Të vetmit që po kuptojnë. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë çdo zbulim që bëjmë, çdo pyetje që bëjmë, çdo model që ndërtojmë, është një akt i krijimit. Një akt që i jep kuptim universit. Sepse pa ne, universi do të ishte vetëm materie dhe energji. Vetëm forca dhe fusha. Vetëm hapësirë dhe kohë. Por me ne, universi bëhet diçka më shumë. Bëhet një histori. Një mister. Një bukuri. Dhe Jupiteri është një kapitull i rëndësishëm në këtë histori. Një kapitull që ende po shkruhet. Një kapitull që do të vazhdoj të na befasoj, të na sfidoj, të na frymëzoj. Sepse sa më shumë që mësojmë për Jupiterin, aq më shumë kuptojmë se sa pak e dim. Dhe kjo mosnjohje nuk është një fund. Është një fillim. Fillimi i pyetjeve të reja. Fillimi i zbulimeve të reja. Fillimi i një udhëtimi që nuk ka fund. Sepse universi është i pafund. Dhe kureshtja jon është e pafund. Dhe ndërsa këto dy pafundësi takohen, krijohet diçka magjike. Krijohet shkenca. Krijohet njohuria. Krijohet kuptimi. Dhe kjo është dhurata më e madhe që Jupiteri mund të na japë. Jo përgjigjet, por pyetjet. Jo sigurinë, por mrekullimin. Jo fundin, por fillimin. Fillimin e një udhëtimi që do të vazhdoj sa të ekzistojmë. Sa të shikojmë yjet. Sa të pyesim pse. Dhe ndërsa qëndrojmë këtu, në këtë moment, në këtë pikë të historisë njerëzore, ku kemi sonda që fluturojnë përreth Jupiterit, teleskop që shikojnë miliarda vjetëdrit larg, kompjuter që simulojnë universin, duhet të ndalemi për një moment dhe të çmojmë këtë. Të çmojmë faktin se jemi këtu. Se jemi të gjallë. Se jemi të vetëdijshëm. Se mund të shikojmë yjet dhe të kuptojmë se çfarë janë. Sepse kjo nuk është e zakonshme. Kjo është e jashtëzakonshme. Kjo është një mrekulli.
Dhe Jupiteri, me të gjitha misteret e tij, me të gjitha kompleksitetet e tij, me të gjitha bukuritë e tij, është një pjesë e kësaj mrekullie. Një pjesë që na kujton se universi është më i madh se ne. Por gjithashtu se ne jemi pjesë e tij. Se ne jemi mënyra se si universi e kupton veten. Dhe kjo është përgjegjësia jonë. Kjo është privilegji ynë. Kjo është arsyeja pse vazhdojmë. Pse vazhdojmë të shikojmë, të pyesim, të kërkojmë. Sepse në fund, kjo është ajo që na bën njerëz. Jo fuqia jonë, por kurreshtja jonë. Jo njohuria jonë, por dëshira jonë për të mësuar. Dhe Jupiteri, planeti më i madh në sistemin ton diellor, është një mësues i përsosur i kësaj dëshire. Ai na tregon se ka ende shumë për të zbuluar. Shumë për të mësuar. Shumë për të kuptuar. Dhe kjo është bukuria e shkencës. Ajo nuk përfundon kurrë. Ajo vazhdimisht hap dyert të reja. Vazhdimisht krijon pyetje të reja. Vazhdimisht na fton të shkojmë më thellë. Dhe ne do të pranojmë këtë ftesë. Do të vazhdojmë të studiojmë Jupiterin. Do të vazhdojmë të dërgojmë sonda. Do të vazhdojmë të ndërtojmë teleskop. Do të vazhdojmë të bëjmë pyetje. Sepse kjo është ajo që bëjmë. Kjo është ajo që jemi. Ne jemi eksplorues. Kërkues. Ëndërrimtar. Dhe Jupiteri është një nga ëndrat tona më të mëdha. Një ëndër që vazhdimisht na befason. Që vazhdimisht na sfidon. Që vazhdimisht na frymëzon. Dhe kjo ëndër do të vazhdoj. Sa të ekzistojmë. Sa të shikojmë yjet. Sa të pyesim pse. Sepse në fund, kjo është ajo që na bën të gjallë. Jo thjesht ekzistenca, por kurreshtja. Jo thjesht jeta, por kërkimi. Dhe Jupiteri, me të gjitha misteret e tij, është një destinacion i përsosur për këtë kërkim. Një destinacion që nuk ka fund. Sepse sa më shumë që zbulojmë, aq më shumë kuptojmë se sa shumë ka ende për të zbuluar. Dhe kjo është bukuria e vërtetë e shkencës. Jo përgjigjet që jep, por pyetjet që krijon. Jo destinacioni, por udhëtimi. Dhe udhëtimi ynë nëpërmjet brendësisë së Jupiterit, nëpërmjet mistereve të tij, nëpërmjet kompleksiteteve të tij, është një udhëtim që sapo ka filluar. Një udhëtim që do të vazhdojë për dekada. Për shekuj. Për sa kohë që do të ekzistojmë. Sepse Jupiteri nuk është vetëm një planet. Ai është një pyetje. Një mister. Një ftesë. Një ftesë për të shkuar më thellë. Për të kuptuar më shumë. Për të qenë më shumë.